Kina u është kundërpërgjigjur tarifave të presidentit amerikan Donald Trump, duke njoftuar se do të vendosë tarifa shtesë prej 34% për të gjithë mallrat amerikane. Ministria e Jashtme kineze tha në një deklaratë se qasja e SBA-s ishte jo në përputhje me rregullat e tregtisë ndërkombëtare, duke cënuar seriozisht të drejtat dhe interesat legjitime të Kinës dhe është një akt tipik ngacmimi një anshëm. Kina ka qenë gjithmonë një mbrojtëse e vendosur e rendit ndërkombëtar ekonomik dhe tregtar dhe një mbështetëse e vendosur e sistemit tregtar shumëpalësh, tha Ministria kineze. Ne i bëjmë thirrje SBA-s që të korrigjojë menjëherë praktikat e saj të gabuara, të anullojë masat e saj të njëanshme tarifore, thuhet në deklaratën e Pekinit zyrtar. Presidenti Trump njoftoi të mërkurën një tarifë reciproke shtesë prej 34%, përveç mallrave ekzistuese prej 20% për të gjitha importet kineze. Që nga kthimi në pushtet në muajin janar, ai kishte vendosur tashmë 2 raunde tarifa shtesë prej 10%, të cilat Shtëpia e Bardhë i justifikoi si një masë për të luftuar eksportet e paligjshme të fentanilit nga Kina.